Në zemër të Elbasanit, mes gurve të vjetër të Kalas dhe rrugicave që mbajnë kujtesën e shekujve, nisi rrugtimin e tij një nga mendjet më të ndritura të kulturës shqiptare, Aleksandër Xhuvani. Këtu, në këtë qytet me histori arsimore dhe kulturore, ai hodhi hapat e parë drejt një jete të përkushtuar ndaj gjuhës, dijes dhe arsimit. Shtëpia ku u lind, rrugicat ku u rrit dhe atmosfera e një qyteti që gjithmonë ka vlerësuar arsimin, formësuan personalitetin e Aleksandër Xhuvanit, i cili më vonë do të bëjë një nga shtyllat më të rëndësishme të gjuhësisë dhe pedagogjisë shqiptare. Sot kujtojmë dhe nderojmë një nga figurat më të mëdha të kulturës dhe arsimit shqiptar, qytetarin dhe pedagogun e shquar Aleksandër Xhuvani. Me veprën dhe kontributin e tij ndaj gjuhës shqipe dhe shkollës kombëtare, ai mbetet një nga figurat më të rëndësishme të mendimit arsimor dhe gjuhësor shqiptar. Filloi arsimi fillor në qytetin e lindjes, ndërsa studimet e larta i përfundoi në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Athinës në vitet 1902-1906. Te veprimtarisë e tij ai u përkushtua arsimit dhe gjuhës shqipe. Ai punoi si mësues i gjuhës shqipe në Kolegjin Arbereshën dhe Mitër Poronës në Itali, ku më pas u rikthye në Shqipëri për të dhënë mësim në Normalen e Elbasanit, institucioni i cili do të lidhej ngushtë me jetën dhe veprën e tij. Aleksandër Xhuvani ishte një nga themeluesit kryesorë në përpunimin e terminologjisë dhe të rishikimit të gjuhës shqipe. Veprimtaria e tij shkencore përfshin fusha të ndryshme të gjuhësisë, si leksikologjia, leksikografia, gramatika dhe studimin historik të gjuhës. Ai dha një kontribut të veçantë edhe në hartimin e fjalorëve dhe në normatimizimin e drejtshkrimit të gjuhës shqipe, në ndikimin e standardizimit dhe pasurimit të saj. Ai mbështeti një shkollë moderne, të hapur për të gjithë dhe të bazuar në vlerat kombëtare, duke kontribuar në formimin e brezave të ri të mësuesve dhe studiuesve. Tributin e tij të jashtëzakonshëm në gjuhësi, kulturë dhe arsim, ai u nderua me titullin Mësues i popullit me dekorata të larta shtetërore, duke u vlerësuar si një nga figurat më të rëndësishme të kulturës. Sot emrin e tij e mban në krenari Universiteti i Elbasanit, Aleksandër Xhuvani, duke kujtuar një nga personalitetet që i dha drejtim dhe vizion zhvillimit të gjuhësisë dhe arsimit shqiptar. Nuk është rastësi që data 14 mars, dita e lindjes së Aleksandër Xhuvanit, përkohon me 55 vjetorin e themelimit të Universitetit të Elbasanit. Është simbol i vazhdimësisë së idealeve që ai mbrojti gjatë gjithë jetës, dashurinë për gjuhën shqipe, për arsimin dhe formimin e brezave të rinj. Aleksandër Xhuvani mbetet sot në simbol i përkushtimit ndaj gjuhës, dijes dhe kulturës shqiptare. Emri dhe vepra e tij jetojnë në breza të rinj studiuesish dhe studentësh.